Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure El Buruj, ajetet nga 17 deri te ajeti 22. Hel eteke hadithul gjunud, Firaune wa Thamud, belil ledhine keferu fi tekdhib, wallahu min waraihim muhit, bel huwa Qur'anun majid, fi lawhim mahfudh. A e ke dëgjuar ndodhin e ushtrive të Faraonit dhe të fisit Thamud, e megjithatë ata që nuk besojnë vazhdojnë ta quajnë atë Kuranin të rrem, ndonë se Allahu është pas tyre e i ka nën kontroll. Përkundrazi, ai është një Kuran i lavdishëm në pllakën e ruajtur mirë, Lauhi Mahfudh. Komentimi. A nuk e dëgjuar se çfarë ndodhi ushtrisë Faraonit dhe Thamudit? Ajetet e mësipërme tregojnë pushtetin dhe fuqinë absolute të Zotit. Pushteti dhe kërcënimi i tij ndaj mizorëve është që këto kërcënime të qartësohen. Ato nuk janë vetëm parulla, por janë kërcënime praktike. Ajetet në vazhdim i flasin profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. A e ke dëgjuar ndodhinë e ushtrive të Faraonit dhe të fisit Thamud? Ushtri të mëdha që ndronin përballë profetëve të Zotit që janë rreshtuar për të luftuar e për të përballur me fuqinë e Zotit, ata mendonin se mund të qëndronin të triumfonin përballë pushtetit të Zotit. Pas kësaj flitet për dy shembuj të qartë, njëri prej tyre ka ndodhur në kohë shumë të largët dhe tjetri në një epokë më të afërt. Këto ushtri janë ushtri të Faraonit dhe të fisit Thamud. Disa perëndimi dhe lindjen e botës e vendosën nën pushtetin e tyre, të tjerë çanmalet dhe gurët e mëdhenj i përdorën për të ndërtuar shtëpi dhe kështjella të mëdha. Por Allahu grupin e parë ndëshkoi me ujë dhe grupin e dytë ndëshkoi me erën, të dyja këto janë mjete të nevojshme për jetesën e njerëzit. Dallgët e Nilit mbytën Faraonin dhe ushtrinë e tij, ndërsa era e ftohtë dhe e fortë e hodhi sa në një anë në tjetrën popullin e Thamudit, më pas trupat e tyre pa shpirt ushtrinë mbi tokë. Kjo u thuhet jo besimtarëve arab se ata nuk mund të bëjnë asgjë. Zoti i mori hak te kjo ushtri e madhe dhe e fuqishme, ndaj është e qartë se sa do të fortë dhe të dobta të jenë ushtritë e tyre, për Zotin nuk përbën asnjë problem. Përzgjedhja e popullit të Faraonit dhe të Thamudit ndërmjet të gjithë popujve të mëparshëm, si shembull nga popujt kryeneç, tregon se këta popull ishin në kulmin e pushtetit dhe të fuqisë. Njëri prej tyre ka lidhje me të kaluarën që është populli i Faraonit, ndërsa populli tjetër ka të bëjë me një të kaluar më të afërt. Populli arab ishte i njohur në përgjithësi me emrin e popullit të Faraonit. Më pas shton, e megjithatë ata që nuk besojnë vazhdojnë ta quajnë atë Kuranin të rrem. Për askënd nuk janë të fshehura shenjat e krijimit dhe të ekzistencës së Zotit, por kokëforcia dhe mendjemadhësia nuk lejon që disa të gjejnë rrugën e drejtë. Interpretimi me fjalën bel tregon për të kaluar nga diçka në diçka tjetër, që tregon se ky grup jo besimtarësh prej popullit të Faraonit dhe të Thamudit është ndër më të këqijtë edhe më kokëfortët. Ata vazhdimisht janë të gatshëm të mohojnë dhe të thonë se Kurani është i rrem. Në këtë mënyrë dhe me këto mjete ata përfitojnë, por ata duhet të dinë se Allahu i ka në dorë ata. Është zotëruesi tyre, sikurse thot ajeti, Allahu është pas tyre e i ka nën kontroll. Nëse Allahu do që atyre t'u jap kohë, nuk është për shkak se nuk është i pushtetshëm apo i pafuqishëm, kur nuk i dënon ata shpejt, nuk është se nuk mundet t'i dënoj. Fjala waraihim, prapa tyre, tregon se ata nga të gjitha anët janë nën pushtetin e Zotit dhe Zoti është mbikëqyrësi i tyre kudo. Ndaj është e pamundur që ata të jenë larg drejtësisë së tij. Ekziston edhe një tjetër mundësi për sa i përket mbikëqyrjes që Zoti ka ndaj krijesave të tij, dhe ajo është dija që ai ka për veprat e tyre. Në të gjitha aspektet, dija e Allahut është në mënyrë të atill saqë as edhe një mendim apo një jetë nuk mund t'i fshihet. Në vazhdim shton se këmbgulja e tyre për ta quajtur Kuranin të rrem dhe për ta konsideruar profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, magjistar dhe poet, janë të kota, sepse Kurani është i shenjtë dhe i lavdishëm, sikurse thot vetë ajeti, përkundrazi ai është një Kuran i lavdishëm. Fjala e Kuranit është regjistruar në pllakën Lauhi Mahfudh, e cila ruhet e aty nuk arrin dora e të padëshiruarve, e shejtanit dhe e punkëqive. Ajo është larg çfarë do lloj ndryshimi, ceni apo shtese, sepse ajo, sikurse ajeti thot, është fi Lauhi Mahfudh, në pllakën e ruajtur mirë, Lauhi Mahfudh. Për këtë arsye Allahu e ngushëllon profetin e tij duke i thënë se
nëse ata ty të mveshin gjëra që nuk i ke dhe nëse ty të ofendojnë duke të quajtur poet, magjistar apo budalla, mos u trishto sepse vendi ku ti mbështetesh është i qëndrueshëm, i fortë, i rehatshëm dhe i qartë, pra mbështetësi yt është i fuqishëm. Këtu fjala Mexhid, sikurse e kemi thënë, vjen nga rrënja el Mexhdu që ka kuptimin bollëk, përhapje, dashamirësi dhe lavdi. Ky kuptim për Kuranin e shenjtë është plotësisht i drejtë sepse përmbajtja e tij është aq e madhe dhe e përhapur saqë kuptimi i tij arrin majat më të larta si në fushën e dijes, njohurive, besimit dhe të moralit, ashtu edhe në fushën e jurisprudencës dhe të traditës. Fjala Lauhun me zanoren Fatha ka kuptimin pllakë e madhe ku mbi të shkruhet. Fjala Luh me zanoren Dhamme ka kuptimin etje, gjithashtu ka kuptimin e ajrit që është i vendosur midis qiellit dhe tokës. Folja që në fillim është e përbërë ka kuptimin e daljes në pah dhe të shkëlqimit. Gjithsesi në këtë rast, qëllimi është për skenën ku është të shkruar dhe është ruajtur Kurani i shenjtë, por kjo skenë nuk është sikurse janë skenat e zakonshme midis nesh. Në tefsirin e Ibn Abbasit thuhet se gjatësia e Lauhi Mahfudhit është sa përmasat e largësisë së tokës me qiellin, ndërsa gjerësia është në përmasën e largësisë së lindjes dhe perëndimit. Këtu mendohet se Lauhi Mahfudhi është po ajo skenë e dijes së Allahut, dije që përfshin në vetë lindjen dhe perëndimin, kjo dije është e ruajtur nga çdo ndryshim. Po, është e vërtetë që Kurani dijen e tij e ka marrë nga burimi i pashterur, ai nuk është pjellë mendje së njeriu dhe as trillim i shejtanit, por mbajtja e Kuranit është dëshmi e këtij pretendimi. Ka mundësi që kjo gjë të jetë në përputhje me interpretimin e vet Kuranit të shenjtë, ku vet Kurani vetveten e emërton me emrin Kitabul Mubin dhe ndonjëherë emërtohet me emrin Ummul Kitab, sikurse e shikojmë edhe në ajetin 39 të surës Ar-Ra'd. Allahu fshin çfarë të dojë, ngurit çfarë të dojë në këtë libër dhe tek ai është libri amës. Në ajetin 59 të surës El-En'am thuhet, ai ka çelësat e së padukshmes dhe vetëm ai njeh ato, ai e diçka në tokë dhe në det, asnjë gjeth nuk bie, pa e ditur ai dhe nuk ekziston asnjë kokër në errësirën e tokës, as e njohëm as e thatë, që të mos jetë shënuar në librin e qartë Lauhi Mahfudh. Gjithashtu është për të përmendur se fjala Lauhil Mahfudh në Kuranin e shenjtë është përmendur vetëm në këtë rast. O Allah, për hir të këtij libri të madh qiellor, na bëj ne prej njohësve të së vërtetës. O Allah, në ditën kur besimtarët e pastër dhe punë mirë të paraqiten pranë Teje dhe jo besimtarët të dënohen për punët e tyre, na vendos në mbrojtjen Tënde. O Allah, Ti je falës e mëshirues, i dashur dhe bujar. Mos na dëno për veprat tona, por na mëshiro me cilësitë Tua qiellore. Amin. Ya Rabbel Alamin.